Meditim për kohën e Kreshmës. E njëjtja e 5 e Kreshmës, dita e Eukaristisë dhe e Meshtarisë, dashuria deri në fund. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes unë Nora Ukaj në këtë të njëjtë të 5 të Kreshmës. Jemi në ditën e fundit para javës së madhe të shenjtë, duke ecur me Krishtin drejt sakrificës së tij më të epërme. Sot dëshiroj që të meditojmë mbi një nga momentet më të shenjta dhe më të rëndësishme të jetës së Krishtit, pra mbi ditën e Eukaristisë dhe të Meshtarisë. Kur Jezusi shprehu dashurinë e tij deri në fund, le të jetë kjo si një parashije e asaj dite të lumënueshme kur Krishti themeloi Eukaristin. Për sot le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 13, vargjet 1, 4 deri 5 dhe 12 deri 15, ku Jezusi lan këmbët e dishepujve të tij. Ishte para festës së Pashkëve. Jezusi, duke ditur se i erdhi koha të kaloj prej kësaj bote tek Ati, pasi i deshi të vetët, ata që ishin në botë, i deshi deri në pikën e fundit. U ngret nga darka, hoqi petkun e sipërm, mori një peshqir dhe u ngjesh. Qiti ujë në legen dhe filloi t'u alaj këmbët nxënësve dhe t'u afshi me peshqirin me të cilin ishte ngjeshur. Pasi u alau këmbët, mori petkun e sipërm të vetin, ul prap në tryezë dhe u tha: A e kuptoni çka ju bëra? Ju më quani mësues e Zotri. Mirë thoni, sepse unë jam. Nëse pra unë, Zotria dhe mësuesi, ju lava këmbët, duhet që edhe ju t'ja lani këmbët njëri tjetrit. Ju dha shembull që sikurse ju bëra unë juve, të bëni edhe ju. Të dashur dëgjues, kjo natë e fundit e Jezu Krishtit me dishepujt e tij është e mbushur me mistere të thella. Para se të themelonte Eukaristin, Jezusi bëri një gjest të jashtëzakonshëm për ulësie dhe shërbimi. U alau këmbët dishepujve të tij. Ky ishte një veprem që zakonisht bëhej nga shërbëtorët më të ulët, por Jezusi, Zoti dhe mësuesi, e bëri atë. Kjo ishte dashuria e tij deri në fund. Ajo, pra dashuria e tij, nuk shprehej vetëm me fjalë, por edhe me vepra konkrete të shërbimit dhe vetmohimit. Duke larë këmbët e dishepujve, Jezusi u dha atyre një mësim të pafund mbi thelbin e udhëheqjes dhe të shërbimit në mbretërinë e Zotit. Të ejtën e madhe të shenjtë, e cila është dita e vërtetë e darkës së mbrame, ne kujtojmë 2 themelime të mëdha: Eukaristin dhe Meshtarin. Eukaristia. Menjëherë pas larjes së këmbëve, Jezusi mori bukën dhe verën dhe i shndroi ato në trupin dhe gjakun e tij, duke na dhënë veten si ushqim shpirtëror. Ai na la veten si prani të vërtetë, reale dhe thelbësore në sakramentin e shenjtë. Eukaristia pra është burimi dhe kulmi i jetës së krishterë, ku ne bashkohemi plotësisht me Krishtin e ringjallur. Meshtaria. Me fjalët "bëjeni këtë në përkujtimin tim", Jezusi u dha dishepujve të tij fuqinë dhe urdhrin për të përsëritur të njëjtin veprem.
duke I bërë ata dhe pastarësit e tyre priftërinj. Meshtaria është dhurata e Zotit për kishën, përmes së cilës administrohen sakramentet dhe ushqehet shpirtërisht populli I Zotit. Kjo enjtë e pestë na fton që ta rinovojmë dashurinë dhe respektin ton për Eukaristinë dhe për priftërinjt. Le ti meditojmë këto pyetje në vetvete. Sa shpesh e marrim Eukaristinë si diçka të zakonshme? Sa shpesh I vlerësojmë priftërinë tanë, të cilët janë instrumente të Krishtit për të na dhuruar praninë e Tij? Le të jetë kjo një ditë kujtesë se dashuria e Krishtit shkon deri në fund, duke dhënë veten plotësisht. Mirë po, a jemi ne të gatshëm që ta imitojmë këtë dashuri, duke I shërbyer njëri tjetrit me përulësi dhe duke I vlerësuar dhuratat e mëdha të Eukaristisë dhe të meshtarisë. Të lutemi së bashku. O Jezus, Ti që na deshe deri në fund, duke na dhuruar veten në Eukaristi dhe duke na lënë shërbimin e meshtarisë, faleminderit. Na ndihmo që të jetojmë me përulësi dhe shërbim, duke ndjekur shembullin Tënd. Na jep hirin që t'i vlerësojmë këto dhurata të çmuara dhe që të rritemi në dashurinë Tënde. Bëj që zemrat tona të jenë gjithmonë të etura për Ty në sakramentin e shenjtë, Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të enjte, ju ftoj që të bëni një vizitë të shkurtër në kishë për adhurim eukaristik. Nëse keni mundësi, ose thjesht të bëni një lutje falenderimi për dhuratën e Eukaristisë dhe të meshtarisë. Ndërkohë, le të përpiqemi që t'i shërbejmë dikujt me përulësi, duke imituar Jezusin që lau këmbët e dishepujve. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim përsëri nesër në meditimin e radhës. Hiri I Zotit qoftë me ju.